Numri i aksidenteve rrugore në Shqipëri ka rënë gjatë 9 mujorit të parë të vitit 2025, por Tirana vjen të kryesojë me diferencë të madhe ndaj qarqeve të tjera. Sipas të dhënave të Instat, në periudhën janar-shtator të këtij viti janë shënuar 1028 aksidente, duke reflektuar një rënje prej 16% në nivel kombëtar. Tirana renditet e para me 306 aksidente, ndjekur nga Lezhë me 138 dhe Fieri me 87, ndërkohë Berati dhe Kuksi shënojnë numrin më të ulët të ngjarjeve rrugore me nga 23 aksidente secili. Por si paraqiten këto tregues në raport me popullsinë? Nëse i referohemi të dhënave për popullsinë me 1 janar të vitit 2025 sipas qarqeve, shohim se qarku i Lezhës është më problematiku me 14.32 aksidente për 10.000 banor. Kjo shkallë vendos të qark në krye të listës kombëtare. Kjo tregon se edhe pse nuk është qarku më i madh në popullsi, përqindja e aksidenteve është shumë e lartë se mesatarja kombëtare. Qarqet e tjera me shkallë të lartë aksidentesh për 10.000 banor përfshin Gjirokastrën me 8.21, Vlorën me 6.25 dhe Korçën me 5.89. Ndërsa qytete më të mëdha si Tirana dhe Durrësi, edhe pse kanë më shumë aksidente në total, tregojnë një shkallë më të moderuar në raport me popullsinë, me rreth 4 aksidente për 10.000 banor. Nga ana tjetër, qarqet më pak aksidente për 10.000 banor rezultojnë të jenë Elbasani dhe Berati. Kjo panoram tregon qartë se faktorë si edukimi i shoferëve dhe kontrolli mbi trafikun ndikojnë shumë në sigurinë rrugore, veçanërisht në qarqet më të vogla. Por nga ana tjetër, turizmi dhe fluksi i lartë kanë ndikuar dukshëm në aksidente rrugore në qarqet e Lezhës, Gjirokastrës dhe Vlorës.